Ne të pagjumë bëjnë të tyren, por logjikën nuk e kemi humbur për të renditur faktet tragjik komike në shërbim të anti-shqiptarëve, ku deri dje sulmonin Shqipërinë me armë në dorë, sot kanë deleguar liderët e ty agent të shqiptarisë për të shkatruar përfundimisht strukturën morale, familjare, qytetare, traditën shqiptare. E filloi dardania me zgjedhjet e 9 shkurtit ku vetëm 42% dolën në votime se kishin shumë punë, ndërsa serbët të gjithë unitet marshuan që në mëngjes duke ju treguar live se ne jemi unison. Shqiptarët e Dardanisë flinin gjumë. Nuk ju pëlqente qeveria Kurti që e vetmja e mbylli një mandat, dyfishoi buxhetin dhe përzuri serbët, dhe jo listën serbe në qeveri siç kanë qeverisur deri dje, para 2021-shit. Erdhi radha e shqiptarisë. Edi Rama mbi 35 herë me hartë në duar, ja fali Mitrovicën Serbisë, shqiptarët e votuan, fal opozitës së dështuar, që ja fali të gjitha pushtetet me dëshirë. Arsyeja, lobi serb dhe lobi grek kanë deleguar tashmë të quajturit lider politik, të cilët me vedije dhe plan të detajuar po shkatrojnë mbar shqiptarinë. Eksode do të kemi pas dështimeve të rradhës si nga shqiptarët e Shqipërisë, ashtu dhe nga ata të Prishtinës dhe Dardanisë. Këtu do të flasim përsëri. E merituam këtë dështim për të treguar botës se na kanë bërë mirë që na kanë coptuar sikur thelat e shalqirit.